Në drejt. Ke dy vendime gjykatash në Amerikë. Një në New York, një në Washington në lidhje me çështën me Gonigo. Ishte në New York në Amerikë ky zotëria në dia të 4-5 ditë për turizëm. Po. Zyrtarisht ja kërkonte dosjen. S'ka nevojë që ti ja kërkoj Ulsiut, që Ulsiu të bëj letër porosi. Ja kërkonte ky më, por e merrte dosjen këtu. Ai çan barku për ta zgjidhur këtë histori. Atëherë po ta them kundërt ty dhe mbaje mend prapë këtë. Kjo histori ka për çështje si puna ti procesin me Olsin. Ols Ramën e kanë fjalën. Do dali pas 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj dhe do thot pushim çështje se s'ka vepër penale. Mbaje mend. Ja, e shënojmë se këtu jemi. Sokol, si e shikon këtë moment në kuptimin e ecurisë që ka deri tani, le të themi, kjo dosje për cilën Bardhi pretendon se ka çuar si provë edhe këtë investigimin e fundit të Departamentit Drejtësisë në SBA? Po, para njerë që nëse s'pak të kishte dëshirë, s'ka nevojë të çojë zoti Bardhi investigimin e FBI-s, është e publikuar në faqen e zyrtare të organit përkatës. Nëse do kishte dëshirë s'pak. Unë jam dakord me zotin Berisha vetëm në një pikë, jo në sulmin e tij personal ndaj Artin Dumanit, sepse ai duket qartazi ata ndahen me një mal të madh midis njëri tjetrit për shkak të procesit gjyqësor në ngarkim të zotit Berisha. Unë nuk mendoj që SPAK e ka dëshirën për ta hetuar këtë çështje, nëse se kush preket në Shqipëri dhe a shkon kjo deri tek Edi Rama. Se vërtet janë akuza politike, po këtë pastaj e ndan gjykata se ku mbaron akuza politike dhe ku fiton një procedim penal. Prirem të gjykoj që SPAK nuk ka leje dhe nuk do guxonte kurrë të hetonte kryeministrin e vendit. Kur tjetë ish kryeministër, po, mund ta hetoj. Derisa Rama tjetë një ish kryeministër, duhet presim. Atë parashkruhet ajo vepër, kështu që marri filmi. Po ka bërë ai vepra tjera. Tani po duam ta gjejmë çfarën si e kanë. Kjo është logjika. Ju riktheva pak edhe një herë akuzave për të cilat u shpall fajtor me Gonigel dhe janë 3 akuza për të cilat u shpall fajtor. Marrje parash nga një zyrtar shqiptar, por bëhet fjalë për zyrtar të inteligjencës, për Agim Nezën, i cili Agron Neza, i cili ka dhënë $225,000, të cilat nuk janë deklaruar. Vizita në Shqipëri, ku është takuar edhe me kryeministin thuhet, po dhe me përfaqësues tjerë të politikës që nuk janë deklaruar, por kjo nuk është akuza. Kujdes. Kjo është shkelja e kodit etikës të FBI-s. Puna e fshet për një nga oligarkët më të njohur rus pranë Vladimir Putin, Oleg Deripaska, për ta ndihmuar për të shmangur sanksionet dhe për ta ndihmuar kundër rivalëve të tij. Dhe gjithashtu ka punuar kundër një hetimi që FBI po bënte në një kompani kineze, madje ishte paralajmëruar edhe hetime dhe arrestime, i lajmëroi në kohë, ata nuk erdhën më në SBA dhe u dekonspirua gjithë operacioni. Pra, Shqipërinë nuk e prek te pjesa e shkeljeve ligjore. Thjesht nuk janë raportuar vizitat hapja një hetimi për kryetarin e opozitës. Prit. Ndërsa pjesa tjetër janë dyshime, por nuk ka akuza që ai të jetë përballur në SBA për këtë gjë. Këto kanë qenë akt akuza, por po të lexoni raportin e Departamentit të Drejtësisë, që është vendimi final i gjykatës, kjo gjë nuk ekziston. Po s'është vërtet fare ajo. Po jo më ke. Po futo e ke tani se po lexoj, po citoj. Domethënë Departamenti Amerikan i Shtetit, i Drejtësisë, jo i Shtetit. Ska lidhje i Shtetit. Po, i Drejtësisë jep ka vendimin e gjykatës. Po, ata vendimi i gjykatës, madje ka dhe retushime vendimi i gjykatës. Ka retushime që kemi parë bashkë herën e kaluar. Me Departamentin e Drejtësisë janë si Putini me Trumpin. Nuk mund të debatojmë mbi vendimet e gjykatës amerikane, sepse është një fakt i kryer. Pra është një çështje e mbyllur. Është një çështje e mbyllur dhe unë nuk e kuptoj çfarë mund të kërkojë SPAK-ut kur akuza për të cilat po vuan dënimin me Gonigel nuk kanë të bëjnë fare me politikën shqiptare. Po pse se pushon çështjen? Nuk e di, presin në letër porosi për t'i dhënë vulën zyrtare. 3 vjet për letër porosi, po tallesh me neti? Ore ndoshta s'ka ardhur. Ore jep Terezit kokës. Ore si është e mundur? Bashkë nuk erdhi për parat ruse apo jo?
Se i dhe si gjiri nga njëra. Ore problema, tani po flasin për gjëra normale, reale. Dhe mi të gjitha. Gënjeshtra e Zotit Berisha, kush është? Zoti Berisha përsëri gënjen, edhe sepse njerëzit nuk lexojnë, nuk i shkojnë gjërave thellë. Qose ka patur një komplot të McGonigal në atë kohë kur ka qenë kreu i kundër zbulimit të New Yorkut, ka qenë kundër Zotit Basha, jo kundër Zotit Berisha. Dhe nuk e kuptoj pse hiqet si viktim Zoti Berisha kur atëherë ka qenë Zoti Basha. Tani, o të jeti i plot deri në fund, pra i bie që Zoti Basha ka humbur zgjedhja se nuk e ka lënë McGonigal dhe nuk ka qenë faj i tij, ose ka pasur faj që humbi zgjedhjet ai dhe ky nuk ka një fjalit lutem dhe vazhdoj deri nesër me faktet janë aty. Nuk ka patur lidhje Zoti Berisha me këtë çështje. Qose ka një viktim, ai është Zoti Basha, nëse ka. Por ligjërisht nuk ka akuza ndaj asnjë zyrtari shqiptar dhe mjafton të them një gjë, Dorian Duçka as nuk është shpall në grada, as ka probleme ligjore dhe Agroneza ndesa e ngatroj. Agroneza nuk ka asnjë problem ligjor në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithçka lidhet me mos deklarim. Okej. Tani, me qenë se Arbri e ka fiksim që të bëj avokatin e Edi Ramës, unë çuditem se nuk merr në atë departamentin. Po mos e ti avokat shumë i mirë të largoj PD-ja. S'ka të bëj kjo. Ore mua nuk më largon në afër njeriu. E ke gabim këtë. E ke shumë gabim këtë, mua nuk më largon në afër njeriu Arbër. Se unë ardhën time dhe vendos vet. Po tani i bë gjë. Gjë tani, më gjë një sekondë. Faktet nuk bëj asnjë. Dakor ti faktet. Ishte mbron faktet. Jo, jam për të vërtetë. Po gjëja atë. A ke lezu? Sa faqe është? Ore ti McGonigal unë e kam përmendur. Sa faqe është? Përmendur, jo të lexuar. Do të ta jap dosjen që të rish bieset. Sa faqe është? Po çfarë është ky? Se mbaj mend sa faqe. Pastaj nuk i mbaj mend se sa faqe. Është shumë diabolik. A duhet mbaj mend faqet e vendimit. Shumë diabolik. Po pse që kam edhe është ja urdhësi e kaloj tani. Është qasje njerëzve të zgjuar. Sa faqe? Është shumë diabolike kjo është qasje njerëzve të zgjuar. Akuzën thotë Zotri, vendimin e gjykatës Zotri. Ata akuza e rrëzohet. Gjoj kjo apo do flasë kjo? Ta dy jo, po thot vendimin e gjykatës. Vendimi i gjykatës është marrëveshje. Një. Që do thot se nëse kuptojmë. Që nëse ky Zotria do akuzohen në pas ligjit federal me 10 vite burg, bëri marrëveshje që të mos shkonte çështja fare në gjykatë. Sepse ndryshe, po të shkonte në gjykat, do hapeshe si i vajnë lakra dhe do merresh e vesh që kryespiuni i... Jo, ka pranuar që është fajtor, mërë Zotri. Ka pranuar që është fajtor, më gjykim shkurtuar. Po gjo më buta një vendimi marrëveshje e gjykat. Të jam dhe unë, po pse për të ruajtur Edi Ramën a i shkojnë... Jo Edi Ramën, më se ke gabim, pra dhe shkjoni... Jo Edi Ramën, më fytyrën e FBI-t. Ata të palaret e tyre nuk i nxirrin për treg dhe bën një marrëveshje. Kjo po. Po si s'lat rat një herë, po marrëveshje që marrëveshja dhe në gjykatën e Washingtonit dhe të New Yorkut ishte që të mos kishte proces gjyqësor, sepse në procesin gjyqësor do thirrheshin dëshmitar, të cilët të gjithë ata që përmendeshin tek ajo që publikoi New York Times, Washington Post dhe gjithë me. Po këta janë më që thamë ne. Po pra, ka do thirrhet në një proces gjyqësor, këta do duhet të thirrhishin dëshmitar. Tani unë nuk e di a do detyronin dot një kryeminist e një vendi tjetër ta thrisin dëshmitar, se ndoshta nuk e bëni dot këtë gjë. Jo, kjo që thotë Adi, a ka akuzë në SBA për sa i po nuk është marrë njeri për që akuzon. Po rejeti, pa këtë nuk ka. Pse mbylli, pse nuk ka pra. Doni ta ngopni popullin shqiptar, njerëzit doni ta ngopni me këto idetë ja ku ke tre vendime. Nuk ka. Tre akuza që kur flasin këta. Si është e mundur më kur flasin këta dy ti iman ligjërat drejt. Kur flas unë ty pas çdo fjalë drejt. Ore, ka në gjë me mua, po më le burr ta marroj fjalin. Vazhdo mbaroj. S'm çuditë. Mbaroje. Zot na ruaj. O Zotri, po të them një herë tjetër, nuk ka pas gjyq në Amerikë për Charles McGonigal, sepse që nuk shkoi çështja në gjykat, u bë marrëveshje paraprake. Sepse po të shkon, nëse s'ka pasur gjyq, çfarë kërkon për çfarë është zgjuar McGonigal? Tu pa do dal. Ashtu. Dhe nuk ka pas interes as gjykata, edhe sikur të kishte pasur gjyq, që të merresh se çfarë ka bërë ky, çfarë korrupsioni ka bërë ky në Shqipëri, në Kinë apo në ku di unë Rusi. Ajo që unë po flas dhe për cilën dhe ngrita, është dhe çështja e kallëzimit që ndron faktin. Në Charles McGonigal në Shqipëri erdhi për gocat e bukura shqiptare apo erdhi për të bërë atë që bëri? Edhe për atëherë. Një. Edhe për të dyja. Po okay. 2. A është fakt i shkruar në dosje që një kompani amerikane e cila sot i ka fituar arbitrazhin 12.5 milionë euro Shqipërisë është hequr
Dhe është fakt që një kompani shqiptare e cila i dha 30% të aksionet që as McGonagall fitoi këto vendburimet e na. Tani kur si lidhet kjo me opozitën në shpytje avokat? Po ç'lidhe ka me opozitën, tani unë po flas për tani pyetja që unë bëj që ngre këtu, se unë nuk po vë gishtin dikush. Ti mund të bëj korrupsion apo jo? Burimet e naftës ti mendon që i jep Sali Berisha apo i di Rama or burr? Këtë mandajti, mua dhe mbyllun. S'është e akuza. Jo, më s'është. S'është më zotëri. Vazhdon akoma. Ti kthem edhe një herë. Vazhdon akoma. Ore po të flas për Made in Albania, 28.000 km2 Shqipëri. Gjykatave kudo ku janë. Ore, me kë po flet ora? Për bashkëpunime deri Paskën, 50 muaj burgim. Vazhdon akoma. Dhe gjithashtu 28 muaj burgim. Ore, çiko, ti bën një pyetje, po e ka kuptuar. Unë po flas një gjë tjetër, po thoni një gjë tjetër më. Unë po flas për Shqipërinë e flet për Amerikën. Totali 6.5 Ore, burgim. Kjo që tash ka ndodhur? Po more, po shkelja vetme që ai ka. Ore, a ka ndodhur kjo? Ore, shkelja vetme që ka për Shqipërinë është. A ka mundësi të rri këtu më rri? Ka dy shkelje. Ore, rri këtu një herë. Mos deklarimi i udhëtimeve. Ore, a do rish këtu? Dhe mos deklarimi i marrjes së parave. Smere më me. Jo. Është kot më. Unë i them vendburimi i naftës në Cakra, në Ballç dhe në Mollas. Ju hoq kësaja dhe ka një vendim arbitrazhi i cili dënon shteti shqiptar për këtë shkelje që ka bërë me 12.5 milionë euro. Dhe i është dhënë këtij. Me këtë si akt korruptiv. Nuk du më fare edhe dush të talit me opozitën. Unë po them këtë. Jo, unë po piqem të korruptiv. Jo, unë po them gjë. Dhe këtë. A ka mundësi? A ka ta ose spaku? Po, tani vazhdon ai thotë më kisha fiksuar të opozita. Ai çka ka lidhur për përgjigje të lutem. Po, vazhdo. Çfarë drejtoi spaku te ekzekutivi shqiptar kur nuk përmendet fare që ka bërë shkelje? Pyetje kam. Kush është shkelja që ka bërë Rama? E kam pyetje për avokati ka lexuar Padin. Cila shkelja miku im? Okej. Shkelja që ka bërë Rama ishte sapo ta thash pak më përpara. Hamencimi im, analiza ime, të erdhi, po se unë jam otus. Hamencimi, po pra, analiza. Çfarë thotë akuza? Akuza, jo, si më thotë akta. E takoi u takua, hëngri dark folin telefon. O zotri. Shkelja është kjo? Kallëzimi që është bërë në SPAK, jo akta akuza aty në përtej oqeanit. Po flas për këtu. Se ata e kanë më të dobës se këta, pra këta kanë prova plus në Shqipëri gazben bardhi se sa fobia që ka hetuar veten. Mos më nxirr nga vetja kot tani. Sepse realisht ka një kufi çdo gjë. Tani po ti del nga vetja për gazbardhin. Po tani më dëgjoj, unë për gazbardhin s'dal as mos ma prish gojën kot tani po. Po të them një herë tjetër. Unë po flas për atë që është ngritur në SPAK. Këtu, ti flet për atë që ndodh në Amerikë. Unë ty po të them për kallëzimin i cili është regjistruar në SPAK, për provat të cilat janë çuar në SPAK. Dhe këto unë i di. Dhe po të them që këto gjëra ekzistojnë aty në atë dosje të SPAK-ut. Pyetja që unë kam ngritur retorike është, në qoftë për mendimin tim me atë dosje që unë kam parë, implikohet zoti Rama, për mendimin tim në atë dosje. SPAK-u ma heqi mua të drejtin që unë të dyshoj kështu. O ta pushoj si çështje, ose ta hetoj o vlla. Ku është dëmtuar zoti Berisha dhe Partia Demokratike në zgjedhjet? Kërkundi. Dhe në deklarimin e Brata. U ç'pun kam unë me Berishën tani që po matron ti mua. Po ja pra avokati bëri politik. Po tani ç'është kjo histori? Unë kam një orë që them Berisha. Që nuk kam lidhje me Po jo, e kuptova edhe këtë pjesën deri Paskës, për ato flitet, të dyshoje që erdhi etj. Se edhe unë aty u futa domosdoshmë. Po jo më unë të thash ty. Ka një hetim në SPAK e kundërta asaj që thot zoti Berisha. Me këtë që thot avokati miku jon apo jo. Po unë të thash për çështje, unë po thash shumë e thjesht. Nëse nuk ka shkelje në atë dosje, duke qenë se kanë kaluar afatet e timorit 3 vjeçare, 2 janë, po ai ka çuar edhe 3, sot e ka detyrim ligjor më së pari dhe qytetar dhe moral, që SPAK-u do dalin dhe thotë pushim çështje se s'ka. Se ta shohim. 2 ta ndjekim por nuk mund dhe unë bëra një parashikim pragmatist dhe të thash, ke për ta parë që do thonë si puna e Olsit, që këtu nuk ishte ai 45 vjeçari me syze dhe me kapele, i ka gjata që nuk ishte Olsi, po ishte dikush tjetër. Tani çfarë them mund tjetër? Jo, më qartë se kaq nuk bëhet.